Ore, në të njëjtën orë vini këtu dhe lozim, në të njëjtën orë që ne hymë qetësohemi, e të shplodhemi. Në serinë e parë, ju njohët me banorët e vegjël të një pallati. Vetëm Tianko është këtë pallat. A do ta mbaj fjalën e Nea për ta marrë të motrën në ekskursion? Marko, ju dëgjova, provoni mos ta mbani fjalën se janë drejtshëm. Çfarë ndodh me Benin? Dadun e pallatit. Pasi është larguar Merlini, vajza e vogël për të cilën ai kujdesej. Thua, do më marri vallë Njerinën punë mua. Burri me kapele shfaqet atje ku fëmijët luajnë çdo ditë. Çfarë ka ndodhur me prindrit e dy motrave, Kleas dhe Blertës? Sikur s'e shoh. Na ndiqni në serinë e dytë të Dadoja e pallatit ton. Jo. Ka marrë mori për babin. Ka motor. Faqe dhe mbajnë fjalën. Grupi jonë është më i fortë atyre. Dëgjoj, do të vrasi mendje si të bëjmë të tjerët për vete. Të gjithë ne do të bëjmë. Marku dhe ne do të mbetëm vetëm. E shikon atë burri me kapele, ai gjithmonë në një vëndri. Sa frikë kam unë atë. Frikë? Unë kam frikë njeri. Shiko. Mungon vetëm Marko, Zeshi ku ka ardhur, ta presim dhe pak. Hajde. Hajde. A jeni të gjithë gati? Nisemi!
Pas ka ndodhë që sot me jau. Ishtë në gjithë kjo qëtësia. Për këto majmunde vejgjë, më ku janë shduk? Mos ndoshta janë duke më bërë në i lojë më këte. Po, qëfar qëtësie, më bërë. Hallën, hajde këtu. Edhe kujdesa, po të pret halla këtu. Mirë, mbaro punë edhe po të pres. E po këtë ekskursionin në Apolloni nuk e kuptova unë sot. Dhe më tepër mbesa ime të vinte me fugon. Ja po s'mund ta lija mbesën të vinte me fugon. Mirë se erdhët në Parkun Arkeologjik të Apollonisë, i cili është ndërtuar mbi rrenojat e një qyteti antik, i cili quhej Apolloni. Përnder të Apollonit, perëndia e dritës së diellit dhe gjithashtu mbrojtësi i qyteteve. Ky qytet, i cili u ndrit në territorin Ilir, u kthye në një nga qendrat më të rëndësishme të botës antike, të territorit Ilir, një qytet ku u zhvillua arsimi, shkolla pra. Edhe perandori i parë, i perandorisë romake, ka studiuar pikërisht në qytetin antik të Apollonisë. Por qyteti u zhvillua edhe në fushat të tjera të jetës. Përpunuan edhe gurin apo edhe tullët, me të cilat ndërtuan ndërtesa apo monumente të mëdhaja, si tempuj kushtuar perëndisë së diellit, pra Apollonit, apo tempuj kushtuar Artemisës, e cila ishte perëndesha e gjuetisë. Por të gjitha këto ndërtesa shkatruan... Po tjere, ku i kishe syti, ha? Të gjithë të kërkojmë Dea! Jo, do shkojmë të kërkoj. Mos që ndaj sytë, more vesh, urdhër. Beni nuk mund ta gjej dot i vetëm. Si thua, ta ndihmojmë dhe ne? Mirë është që të rrim të gjithë së bashku. Ka mundësi të humbasim. Ti ri këtu me ta. Unë dhe Marko po shkojmë të ndihmojmë babain tënd. Plus Dea është motra ime. Dea shoqja ime ngush, po shkoj ta kërkoj. Pritja është ankth dhe mua ankthi më shkakton flutura në stomak. Vajza, mua më pjetoj. Edhe ne. Unë u mërzita, më mirë po i kite halla. Erdhi? Qëfar të thashur më? Mos ja unda sytë. Qëfar të thash? I the, ke të drejtën zehesh, nuk ta vuri veshin. Duhet ta dëgjosh fjalën e babit. Edhe një fëmijë ka më tepër mend se ty. E kuptova lojën e tyre, e kuptova. Qo, ti ande, unë këtej. Shpit!
Bërë. Qeq. Le të shkojnë do njëri ti thot atyri që jemi këtu, se mjaft i lodhëm dhe ata. Do shkoj unë. Po jo ti, se ti kishe humbur. Do shkoj unë. E do me thënë këtu që e keni, Shumë bukur. Sot fituat ju. 1-0 për ju. Do me thënë, unë mundja, ju fituat. Mos u mërzit o ba. Do ta marrim hakun shpejt. Shaka, veni, shaka. Shaka. Asgjë, sikur s'të shohëm ty. Të të bëj një pyetje, por s'do të mërzitesh. Jo. Të kam marrë mëri për babin? Jo, pse të më marrë? Që kur vdiq mami zëre si kur vdiq edhe ai në braktisin, në la vetëm e nënën. Mama ka marrë, pra. Çdo ditë mendoj për të. Wow, bovon, e ikim në shtëpi. Shko ti, unë do të vi pak më vonë. Si të duash. Mirë dita. Erdhe të marrësh Blerta? Po, erdhe të marrë Blerta. Sa mirë që u takuam, se ka 2-3 ditë që kam dashur të bisedoj me jo. Ashtu? Blerta ka qenë që ke shqetësuar, ka preferuar të luaj vetëm. Dhe pse jemi përpjekur të krijojmë shumë lojra dhe shumë mundësi që ajo të largoheshe nga loja vetëm, ka qenë e pamundur, shpeshherë më zhdukur dhe nervoze. E di e drejtë është ajo, ka qenë e shqetësuar këto ditë. Që kur ka vdekur i me bi Diana, sidomos edhe kur iku i ati, nga shtëpia ajo është shumë e shqetësuar. Po duhet folur, nona, duhet folur për baban. Që t'ja lehtësoj një çik gocës. Duhet folur, po unë nuk di çfarë t'i them, më ka zënë kjo, nuk di çfarë t'i them. Po ja, të japun një mënyrë. Mbase merr disa foto nga jeta e tyre, duke folur rreth eksperiencave të tyre, gjërat që kanë ndodhur bashkë. Kjo është një mënyrë e mirë për ta lehtësuar Blertën. Po. Hajde, ta shitikim në vërë. Mirupafshim, Gjan, kalofshim mirë, mirupafshim. Ti në zemra, në mërzitet i sekë, në?
kuptore se kisha formë me t'i që mund të më kuptonte. Ndonjëherë është e vështirë të ketë të si vetja. Mendoj se duhet të heqësh dorë nga ky mendim. Por unë nuk mundem sepse ne jemi një. Atëherë mendo për çfarë më të gëzueshme. Si për shembull, e mban mend punës nësin dhe Gjumi dhe babi na tregonte për radhat e koka e krevatit? Sa frikë i kam ku çoj e drac. E po, babi thotë se ato ekzistojnë vetëm në përralla. Të jetë shqetësuar mami dhe babi që kemi ikur pa leje vetëm. Ashtu si shqetësohemi edhe ne kur ata vonohen në punë. Nona, me që nesër do ike me pushime, a mund t'i bëj një telefonat Danielit? Po, nëna. Alo? Alo, Daniel. Livia jam, të mora për të thënë që nesër do ike me pushime. Ua, sa bukur, do thot që nuk do t'jesh këtu për disa ditë. Po doja të të thoja që ti je shoku i më i mirë. Do më marr malli për ty. Livia, mos do të thuash në ke pak qejf? Sa shok i kej që je. Mire ka Marko, sa mundje madh që je. Alo, alo, Livia? Nona, unë nuk e kam më shok Danielin. Pash. Hë? Ishte krejt ndryshe. Po vajzat? Hallën e tyre kisha, se unë mos kisha ato do të kisha folur. Mirë bëre. Në rastet të tilla duhet ruajtur qetësia. Shpeshherë na del vetja nga kontrolli. Ishte krejt ndryshe. Ndryshe nga herët e tjera. Diçka shija në sytë e tij se kur i kishte ndryshuar. Mor jam e bindur që nuk është ai. E kupton apo jo? A thua do ta gjej atje? Ti që tani po mbien mend. Që atje ai është nërë për e parë në vajzën. Rastet janë të shumta dhe nuk ndryshojnë nga njëra tjetra. Mjafton një ngacmim i jashtëm dhe ja ku na perceptoj sëmundja. Po. Unë erdha tek ju se më tepër kam nevojë për një këshill nga ana juaj. Ju a thash, mbase një takim me vajzat, mund na jap rezultat. Po, mos ndoshta ai tronditi më shumë. Ne të humbur se të humbur jemi, se provojmë, nuk na gjen asgjë. Në këtë seri, ju ndoqët udhëtimin e banorëve të vegjël në Parkun Arkeologjik të Apollonisë. Mirë se erdhët në Parkun Arkeologjik të Apollonisë. Udhëtim që përfundon me një lojë të vogël që ata i bëjnë Benit dhe djalit të tij. Blerta ka ditë që ndihet e shqetësuar. Ndarja nga jeta e së ëmës dhe mungesa e tahatit e kanë mbyllur vajzën në vetvete. Burri me kapele çdo ditë ulet tek i njëjti vend. Çfarë kujtimesh e mbajnë ata aty? Gjyshja e dy vajzave nuk di si ta afrojë tahatin pranë tyre dhe kërkon ndihmën e Benit. A thua do ta gjej atje? Markos i ka ardhur pa pritur një kushurir nga Amerika. Ndërkohë që Danieli, pa dashur ka mërzitur Livian. Ai përpiqet të gjejë një formë të kërkojë asaj të falur. Na ndiqni të shtunën e ardhshme Dadoja e pallatit ton. Me qenë se ti e ban veten të ditur, vetëm në rast vdekje jepen dule çift. Dhurohen tek, dhe ajo që merr dhuratën plotson çiftit. More vesh? Ka motor, kështu. Motor, ka motor, pastaj duhet nisëm. Motor, ka motor.
një të dytë për qefin tonë, mos ma kërsi dorën. Dora është mirë. Ja. E fut dorën, në gjomu, mos janë duke më bona i lojë. Për që fa qëtësie, bro. Motor, ka motor. Ke të drejtën nxehesh, nuk ta vuri veshin. Duhet ta dëgjoj babin ai. Ka motor. Unë u mërzita, më mirë po i kite halla. Po pse më shikon mua? Ik tani ta halla. Mam, kam përshonqa. Rire, mos qaj. Motor, ka motor. Shdet. Paç. O, na, Bravo. djali, që të thë? Na, o djali. O tyç. Të ta tregoj, o djali. Hajde.